Për transparencë, ju jeni prindi 2 fëmijëve, i keni vaksinuar të dytë me të gjitha vaksinat? Gjithë, për tona. Kjo është dëshmia më e madhe kur një infektolog që e njeh shumë mirë rolin e imunizimit, e vaksinimit dhe flet si prind që i ka vaksinuar të 2 fëmijë. Sanona me pyet edhe prind tanë, më shumë që janë, tregojnë historia ndryshme. Unë me studenta kisha një ditë një ligjeratë dhe tu e spjegu që njëra për arsyre, me pyet moshurit thonë, njëra për arsyre pse shqiptarët kanë lind shumë fëmijë, ka qenë që kanë të lindën shumë fëmijë se po akina vdesin për smundje ngjitse e nuk jesin. Se ka pas me zgabosha në Kaçanik duhet jetë një rast. E kom lexuar në 2018 kur ka qenë epidemia, 8 fëmijë kanë vdekur atë, 8 fëmijë kanë pas 8 kanë vdekur për smundje ngjitse. Ka po kërdis smundje ngjitse. Fruthi, ka që fruthi është smundje shumë e rëndë. Na nuk e djojmë fruthin sot, se kemi raste shumë tralla, edhe në klinik na disa vite shumë raste, për para mjek që kanë qenë para 50 vite. E disa fëmijë ka vdekur për fruthit e për kullit keq, për smundje ngjitse. Fatbarësisht as nuk i shohim na se ka shumë pak raste me. Prandaj kjo është arsyeja. Unë tu shpjegoj në ligjërat një ditë, po tregoj çito, e po më thonë studentë apo profesor diçka më tha. Unë kam prindin që 8 fëmijë kanë qenë veç 2 janë gjallë, kam prindi që 6 vllazën dhe motra kanë vdekur për smundje ngjitse. Këto e kemi, mund me pyet plot moshuar dhe na tregojnë për këtë çështje. Prandaj, këto gjëra që kanë ndodhur para viteve, para 50 vite, jo shumë larg, domthon ne sot nuk i kemi, nuk i shohim. Është e vërtetë që sot ka ndryshuar edhe llojshmëria smundjeve. Nuk janë më probleme smundje infektive, janë autizmi, janë probleme me të folur, që ka bën mënyra që jetojmë, që veprojmë, kushtet jetësore ndikojnë, por nuk është vaksina faktori që jo, prandaj kjo është që njerëzit do të më binë që nuk është vaksina. Prandaj ky është qëllimi ynë, ne sigurisht që do ta bëjmë një çështje multisektoriale, domethënë çu kemi bërë në fusha të tjera qendri publik, për ashtu që kanë një herë me fol ndaj besimtarë më mirë flet kleriku se sa që flet mjeku. Ka një herë, ose ndaj ma i bind shumë ma i bind shumë mund të jetë sportisti kur flet ai vetë i bind që unë jam për një fushatë se me fol mjeku. Prandaj qëllimi është që bashkë me UNICEF-in, me Institutin Shëndetësor Publik, ta bëjmë një fushatë